Bismillahirrahmanirrahim. Ne kemi bot kuptim të gabuar rreth njeriut të fortë. Edhe po ta pyesnim dikan se kush është i forti, na kishme me thonë gjithë se i fortë është ai i cili e mund tjetrën. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur i ka pyet sahabët dhe ja kanë dhënë të njëjtën përgjigje, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk është ashtu, i fortë nuk është ai i cili e mund tjetrën, po i fortë është ai i cili e mund veten e tij. Qysh e shun zjarrin, nervozën që ka në veten e vet. E çon të poshtë, nuk e nxjerr. Pra, i fortë je nëse arrin me mujt veten, jo me mujt të tjerët. I mujt të tjerët është diçka fizike, me mund veten është diçka shpirtërore, e brendshme. Nervoza, hidhrimi, kërkuj nuk i bën dëm sa i bën dëm vetë personit në fjalë. Prandaj Allahu xhalla shanuhu e ka urrejt, ka nxit për me e largu. Nervoza, hidhrimi, çten me bë dame, çten me bë veprimet për të cilat ki mu bë pishman mas 5 minutave, jo ma gjatë, mas 5 minutave. Wal kadhimina al ghayza wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ka thonë, ata të cilët e përbin hidhrimin, mrena vetes vet. Ata të cilët i falin të tjerët, edhe Allahu i do bamirësit. E ka përmenë se i bamirës atë kur ti e përbin hidhrimin, nuk e nxjerr. Kur je i fortë ti, ka dallim ti thush vetës jam i fortë, edhe të anal veten, edhe ka dallim ti thush vetës jam i fortë, edhe të mos mundesh me bë kur gjë. I fortë je atëherë kur ti ki mundësi me bën dëm tjetrit. Ti ki mundësi me atë kthy një të keqe me 2 të këqija. Mundesh, po ti nuk e bën. Se ti e zgjidh shpërblimin e Allahut, edhe këshillat e Zotit, edhe urnat e Zotit, edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj epsheve tua. Kjo është filozofia, kjo është shëtësia, që ti për hir të Zotit ta bësh një gjë të tillë. Hidhrimi, nervoza, është një helm, shiko, të cilin tepi, edhe mendon se ka me vdek tjetri. Po përsëris, nervoza është helm, të cilin njeri që bëhet nervoz e pija i vet. Edhe pret që tjerët me vdek. Jo, burr, ti e ke pi helmin, ti ki me vdek. Kështu janë njerëzit të cilët bëhen nervoz me të tjerët. Nuk din me vetë përmbajt nervozën mëna, nuk din me menaxhu, nuk din me fal. Edhe fillojnë bëhen agresiv me të tjerët, ofendojnë të tjerët, pse jo edhe e i sulmojnë fizikisht. Tu bën nervoz dhe tu e sulmu tjetrin, ai mendon që tjetri do t'i bëj dëm, në fakt është t'i bëj vetës. Vetës është t'i bëj dëm. Mas shumti që humb edhe pëson, nga nervoza është vetë personi që bëhet nervoz. Mjafton është rregulli e 10 sekondat e parë me bën sabër. Çka me bë? Me thonë audhu billahi minash shaitanir rajim. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Disa herë. Pastaj nëse ke ndëgju për dikan diçka, edhe të ka prejkë, ka nervozu te mase, mos shko me trukit në derën e ti, as me thirë në telefon, as me qu selam, spaku, 3 dit, pa e qëtësu vetën tonë në shpi, pra rregullit 3 ditve, 3 dit ku truni fillon me mendu, me qëtësi dhe arsye, jo me inati. Jo, ka shku urrejtja, ka shku nervoza, është qëtësu. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju që 2 musliman nëse vjen deri te kacafytja, 3 dit mundën me majtje dhënim. Mas 3 dite më i miri për atyre 2 është ai i cili fillon me i foli pari tjetrit, me dhënë selam. Andaj nga ky hadith, ulemaja kanë nxjerr rregull që 3 dit mos shka me u ballafaqu komni për ty, ke thonë, o i keq, o i poshtër, Zotit maroft, mallku kofsh, jo. Le 3 dit, mas 3 ditë qetësohet vetja jote, edhe pastaj merr hapa të sakt, të arsyeshëm, jo hapa me nervozë dhe indikum nga shejtani.
a ma mirë me u hakmar, a me falë? Ka dallim në islam mes të dobtit dhe falsit. Falsi nuk nënkupton se është i dobët. Falsi nënkupton se është shumë i fortë, ka arrit me mund vetën e vetë, i dhënimin vetën e vetë, edhe me falë tjetër. I dobti është ai i cili është nervoz, dën me bo çmos tjetrin, me e myt, me e shkatru, ama s'munët se është i leksh. E tash që ky i forti, i cili ka mundësi mu hakmar edhe falë, ky për është i fortë. Ky është i fortë. Se inatin, nervozën e ka nalë brana vetës edhe ka falë, e ka mund vetën e vetë. A mi falë njerëzit kur bëmi nervoz, a mos mi falë. Kemi 3 kategori. E para mu hakmar, që normal nuk e preferojmë në parim, përveç në rastet caktuara ku ndërhyn institucioni përkatës për hakmarje. E dyta është mos mu hakmar pas mos me falë, me lënë për në ditën e gjykimit. Edhe e treta është me falë. Cëlla është më mirë? Padyshim se e fundit është më mirë, pra falja për hir të Zotit. Nëse na nuk e falim, edhe i thojmë vetës tonë, i thojmë atij personit, unë ty nuk ta fali, në ditën e kiametit ka me ta marr hakin tënd. Në rregull, Allah ka me ta dhënë hakin tënd. Por më mirë ki me u shpërbly në botën tjetër nëse ti në këtë botë ja fal, jo pse ti e dën ata. Ndodh që ti s'e dën ata. Po ja fal për hir të Zotit, duke shpresuar te Allah është problem më të madh se sa me ta dhënë Allah hakin që ai ka hyn hak. Nuk po thras për me fal gjithmonë. Se këherë të falesh, ta marrin të tjerët si pikë të dobët edhe të bëjnë të njëjtin zullum. Ka rregulla kur mos me fal, më mirë mos me fal. Por në parim, nervozën, më shefen vete, përbije, mundo me i fal të tjerët. Zotin a falt, edhe Allah na mësoft që edhe na me i fal të tjerët. Amin.